Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka informuar Kongresin se do t'i paguajë rreth $725 milion Kombeve të Bashkuara, një veprim që ekspertët cilësojnë si një hap të mirëpritur drejt pagesës së miliarda dollarëve detyrime. Administrata amerikane ka kritikuar organin global për mos realizimin e potencialit të tij dhe ka shkurtuar fondet për shumë agjenci të OKB-s. Kur u pyet për pagesën e planifikuar, një zyrtar amerikan tha se çdo pagesë do të varet nga vazhdimi i reformave të organizatës dhe shtoi se Shtetet e Bashkuara nuk kanë transferuar asnjë fond deri tani. Alokimi i fondeve i përmendur në njoftim Departamentit të Shtetit drejtuar Kongresit më 4 gusht vjen përpara fjalimit presidentit Donald Trump në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s në New York muajin e ardhshëm. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka deklaruar më herët se organizata përballet me një kolaps të afërt financiar për shkak të kontributeve të papaguara nga shtetet anëtare. Për gjatë 6 muajve të fundit, Shtetet e Bashkuara kanë arritur reforma historike në të gjithë OKB-n, reforma që prej kohësh janë konsideruar të pamundura duke përfshirë shkurtimin e parë të vërtetë të buxhetit në historinë e OKB-s, që rezultoi në gati $1 miliard, tha një zyrtar i Departamentit të Shtetit, duke u përgjigjur pyetjeve të Reuters në lidhje me pagesën. Shifra prej $725 milion përbën më pak se 20% totalit prej më shumë se $4 miliard që Shtetet e Bashkuara i detyrohen OKB-s. Megjithatë, Washingtoni ka deklaruar se shifra totale është shumë e ulët dhe se ka bërë disa pagesa. Sipas nenit 19 të kartës së OKB-s, një shtet anëtar humbet të drejtën e votës në Asamblenë e Përgjithshme nëse detyrimet e prapambetura të kalojnë 2 vjet në tarifa vjetore. SBA është kontribuesi më i madh në buxhetin e OKB-s, por në administratën e Trump ka refuzuar të bëjë pagesa të detyrueshme për buxhetet e rregullta dhe ato paqëruajtëse dhe ka shkurtuar fonde për agjencitë e tjera të organizatës.